Via Egnatia, një rrugë inteligjente, është konferenca ndërkombëtare që po zhvillohet në Fakultetin e Biznesit në UAMD, e njohur si një nga rrugët më të mëdha dhe më të rëndësishme që lidhte kolonitë e perandorisë romake. Traseja e kësaj rruge në vendin ton, nga Durrësi në Qafthan, është një dëshmi autentike e ruajtur që nga antikiteti. Qëllimi i konferencës është bërja bashkë e stafeve akademike të Italisë dhe vendeve të rajonit, si dhe institucioneve vendore për të shfrytëzuar në shërbim të turizmit potencialin e trashëgimisë kulturore që disponon gjurma e Via Egnatias. Sot në cilësinë e rektorit të Universitetit Aleksandër Vučić Durrës, të hap zyrtarisht punimin e konferencës ndërkombëtare Via Egnatia në rrugë inteligjente, në ngjarje që të kalon kufit të një forumi akademik dhe shndërrohet në një urë të gjallë ndërveprimi midis dijes, historisë, zhvillimit dhe inovacionit. Kjo konferencë synon kryesisht në evidentimin e Via Egnatias, por në të gjithë gjatësinë e saj, duke filluar që nga Italia dhe në vazhdim deri në Turqi. Jemi përpjekur gjatë organizimit të konferencës që të kemi një shtrirje të gjitha vendeve të cilat preken nga kjo rrugë, janë prekur në ato kohë nga kjo rrugë, për ta evidentuar, për të rivitalizuar si në aspektin ekonomik, ashtu dhe në aspektet e tjera sociale, kulturore, por të trashëgimisë. Për ekspertën e turizmit dhe ish alumnen Flora Xhemani, zbulimet në fushën akademike duhet të lidhen ngushtësisht me realitetet vendore të zonave të caktuara, sepse vetëm në këtë mënyrë ato përkthehen në destinacione të reja turistike të pashfrytzuara më parë. Unë kam këmbgulur vazhdimisht që destinacionet nuk duhen trajtuar vetëm le të themi historikisht ose si një trashëgimi kulturore apo historike, ato duhen lidhur ngushtë me ofertën turistike të zonës të cilës i përket kjo trashëgimi, aq më tepër që Via Egnatia është një segment jashtëzakonisht i gjatë dhe përfshin shumë zona të Shqipërisë, duke filluar që nga Durrësi e deri në Pogradec. Konferenca dytitore nuk do të zhvillohet vetëm në auditor, por pjesëmarrësit do të vizitojnë ditën e nesërme segmente të Via Egnatias nga Durrësi në Elbasan.